mirëpres Kunsilli të konsultave që na formu Cili opcion ka një qëllim të ndryshuar. Ju dini unë angazhohem për qeveritë të opozitës. Edhe vazhdoj me mbet në këtë qëndrim, pra për qeverinë e opozitës, ndërsa jam I hapur për konsulta në këtë rast me Lidhjen Demokratike, me PDK-n, me partitë parlamentare. Ftesha për konsult nuk ka gjë të keqe, që të konsultohem, mund të konsultohem bilateral, pra aleancë LDK, trilateral me PDK-n, pra nuk është të keqe një ftesë për konsulta për një qeveri. E thash edhe një herë, pa të keqe, unë personalisht angazhohem për qeverinë e opozitës. Po nuk na pengon propozimi I LDK-s për konsulta për opcionin qeverisës në të ardhmen. Pra personalisht unë angazhohem për qeverinë e opozitës.